Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një cheesecake super të veçantë dhe të shijshëm me boronica dhe me brum me thrime. Atëherë, për këtë brum kam 450 gram miell, një lugë çaj e kam me baking powder, pak fare krip, 150 gram e kam gjalp në temperaturë ambienti, 120 gram i kam sheqer të bardhë, një kokër vezë dhe një pako me sheqer vanilje. Për mbushjen brenda kam 700 gram Philadelphia, 200 gram i kam sheqer plur, kam 4 kokra vezë, kam 250 ml pana dhe 200 gram i kam boronica. Përbërësit janë këto dhe do fillojmë si fillim me brumin. Atëherë, thash do jetë një brum me thrime. Këtë lloj brumi në përgjithësi unë e përgatis ndonjëherë kur dua të bëj ndonjë lloj krostate. Do shtojmë përbërësit të gjithë me radhë. Është një brum që ne mund të përgatisim edhe krostata. Thjesht nuk e bëjmë një brum kompakt që të jetë i ngjeshur po themi, por do bëhet si thrime, brum që thërmohet. Nuk është i ngjeshur po themi. Do punojmë gjalpin me të dyja duart sa të bashkohet mirë me miellin. Të krijojnë ato thrimet e brumit. Pasi kam punuar shumë mirë brumin me gjalpin, në shkuat shtoj vezën, do pak durim që brumi të punohet shumë mirë dhe përbërësit të bashkojnë me njëra tjetrën. Sidomos gjalpi duhet të përzihet shumë mirë me miellin. Kështu do veprojmë edhe me vezën. Pasi kam përzirë shumë mirë dhe vezën, e kam shtuar miellin, kam përzirë dhe i gjalpin, brumin e kemi gati dhe do ta shtojmë në tavë. Nuk do ta shtojmë të gjithë brumin, do lëm një sasi edhe për sipër. Sasin më të madhe do ta shtojmë poshtë dhe një sasi të vogël do ta lëm për sipër cheesecake-ut. Do shtojmë një shtresë. Do ta ngjeshim paksa me lugë ose me dorë, sipas dëshirës. Do mundohemi ta bëjmë të njëtrajtshme. Mund ta shtypim me dorë, me lugë, me një spatull, sipas dëshirës. Mundohem që ta hap brumin dhe gjithandej dhe të hapet mirë. Atëherë, pasi kam hapur brumin, e kaloj tavën më njanë dhe do filloj dhe do bëj mbushjen. Atëherë, për mbushjen kam djathtin Philadelphia, mund të përdorni çdo lloj djathi që është i ngjashëm. Do shtojmë sheqerin pluhur, vezët dhe panën. Kjo është mbushja e cheesecake-ut dhe do ta përzijmë me mikser sa të përzihet e gjithë masa dhe të bëhet një masë homogjene, një krem homogjen. Atëherë kam përzirë mbushjen, e kam gati. Do ta shtoj sipër brumit. E kemi shtuar edhe mbushjen sipër. Sipër mbushjes do shtojmë boronicat. Do t'i shpërndajmë që të vënë gjithandej.
I kemi shpërndar edhe boronicat të vendit andej dhe sipër boronicave do shtojmë thrimet. Kemi ngrohur furrën, e kemi ndezur paraprakisht. Atëherë kemi shtuar të gjitha thrimet e brumit dhe i kemi gati. Do ta fusim në furrë në 180 gradë për 1 orë e 20 minuta, do ta shikoni vetë, ndoshta 1 orë e gjysmë, diçka e tillë. 180 gradë tham për 1 orë e 20 minuta ose 1 orë e gjysmë. Diçka e tillë, por do ta shikoni edhe vetë, normalisht do pikset mirë kremi dhe cheesecake-u ton do marrë një ngjyrë të artë të mirë. E fusim në furrë. Cheesecake-u tim ka përfunduar, është një cheesecake super i shijshëm, i veçantë dhe i thjeshtë. Provoni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.